10 banor të njësisë administrative Levan janë mbledhur sërish në fshatin Boçov për të protestuar pasi në tokat e tyre bujqësore janë ndërtuar panele diellore nga kompania Bervi Construction. Me pankarta në duar ata kanë kërkuar një zëri që tokat e tyre të rikthehen, pasi jetesën e kanë të bazuar në kultivimin e tyre. Në deklaratën për mediat, fermeri Sander Mujo ka kërkuar nga prokuroria e Fierit të hetojë sa më shpejt çështjen e tyre, ndërkohë që thirrja i është drejtuar edhe kreutarit të SPAK Klodian Braho. Protestojmë sërish sot për tokat tona të cilat i kultivojmë prej 3 dekadash, në të cilat firma Bevi Konstruksion e Salillarit po vijon të kryej punime duke na hedhur gur mbi të mbjellat tona në fshatin Boçov, njësi administrative Levan. Pavarësisht se u endem në për institucione prej vitesh, nuk mund të përfitonim certifikatën e pronësisë, dhe si për habin ton, brenda vitit kjo firmë rezulton me certifikat në pronat tona. Drejtuam komisariatit të policisë Fier, ku depozituam një kallëzim kolektiv, ndërsa sot jemi mbledhur këtu për t'i bërë thirrje prokurorisë së Fierit të trajtojë me prioritet çështjen tonë, pasi na zvarisin me vite me radhë. Do detyrojmë të braktisim gjithçka që kemi ndërtuar deri më sot. Kemi vuajtur jo më pak në sistemin e kaluar dhe të tillë po vuajmë dhe sot. Duam përgjigje nga ish drejtori i kadastres, si u çeftikuan tokat tona në emër të dikujt tjetër. Si kaq shpejt? Pse nuk na informoi askushi? A mund të ndërtohen panele diellore në tokat ar? Jo, absolutisht jo. I bëjmë thirrje drejtorit të ri të SPAK të jetë mbështetës i së drejtës dhe të na jap një zgjidhje të shpejtë. Nga 14 pjesëtarë të tokave të cilat na janë pushtuar padrejtësisht nga Bervi Construction ose kompania e Salillarit. Këto toka i kemi marrë sipas ligjit 7501, që në vitin 1997 ne jemi pajis me aktin e marrjes së tokës në pronësi. I kemi marrë brenda gjitha rregullave dhe ligjeve të shtetit. Nga vitin 97 deri në sot i kemi gjitha taksat e paguara. Për këtë disponojmë të gjithë dokumentacionin e duhur. Si drejtohem ose i shtetit, qeverisë aktuale, komisariatit policisë, gjykatës, SPAK-ut, që ta shikojnë të punë me përparësi. Asgjë më shumë nuk po kërkojmë, vetëm të mbrojmë tokat tona. Shtetin vend që të sojë shqyqyr që ka njerëz që po i mbrojnë këto toka, por jo të na i marr. Jo vetëm përfaqësuesit e 14 familjeve që u kanë marrë tokat, por pjesë e protestës janë edhe banorë të fshatrave tjerë të kësaj njësie, të cilët e konsiderojnë Levanin njësinë më të korruptuar në vend. Ju lutem gjithë instancat shtetërore ta marrin këtë punë për pa ndodhur në një hata, se në atë formën se si po veprojnë ata dhe me qëndrimin që kemi ne, këtu rrezikon të bëhet në një situatë jo e këndshme. Deri në fund, sido që të jetë, jemi të vendosur të shkojmë deri në fund kësaj çështje. Dhe ne nuk i lëshojmë ato toka. Nuk i lëshojmë dhe nuk i lëshojmë. Kështu që më mirë mos na çojnë probleme ashtu, se nuk e di si do përfundoj deri në fund. Kjo, ore qa shteti është ky? Pa ky nuk është shtete. Ky ka mbaruar. Kush më keq? Më keq me këtë shtet? Po s'ka shtet këtu valla. Mos e diskuto. Kështu do vuajmë. Unë kërkoj tani nga juve, bëni problem. Unë nuk e lë sa të jem gjallë. Unë vajta 70. E kam vendosur burrash, po të temja këtu. Ai burr nuk e merr dot atë tokë, ama dhe gjyqtar, në qoftë se nuk do japi drejtësi, me mua nuk ndahet mirë. Prej më shumë se një viti, pronat e 14 familjeve figurojnë në emër të kompanisë Bervi Construction, ndërkohë që këto toka u ka dhënë shteti në mënyrë të rregullt. Nëse institucionet përgjegjëse do të vijojnë të heshtin, ata do të shkojnë drejt vetgjyqësisë. Banorët kanë paralajmëruar vimësinë e protestave të tyre.